Bordi i Transparencës ka vendosur uljen e çmimeve të karburanteve në vend në mbledhjen e zhvilluar këtë 15 prill, duke reflektuar një rënje krahasuar me një ditë më parë. Sipas vendimit të ri, çmimi i naftës për shitje me pakicë është saktuar 207 lekë për litër nga 215 që ishte një ditë më parë, ndërsa për shitje me shumicë do të jetë jo më shumë se 195 lekë. Ndërkohë benzina do të tregtohet me çmimin 174 lekë për litër, duke zbritur 4 lekë nga 178 që ishte një ditë më parë, ndërsa çmimi me shumicë është saktuar 162 lekë. Çmimet e reja hyjnë në fuqi prej orës 13:30 të 15 prillit dhe do të mbeten deri një vendim të ri të bordit. Autoritetet u kanë bërë thirrje të gjithë operatorëve të tregtimit të karburanteve të zbatojnë këtë vendim duke paralajmëruar masa të rrepta në rast shkeljesh deri në pezullim të aktivitetit. Sipas institucioneve përgjegjëse, përfshirë Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit, atë të Financave, të Infrastrukturës dhe Energjisë, këto masa synojnë mbrojtjen e konsumatorëve dhe garantim të konkurrencës së ndershme në treg. Në sqarimin shoqërues theksohet se çmimet aktuale janë nën kufit e përcaktuar nga akti normativ i muajit prill, çka do të thotë se akciza për karburantet do të vijojë të aplikohet në nivelin e plot 100%.